Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek përmbledhja rreth parimeve të fikut, bazuar në mendimet e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Kemi sqaruar në dersën e kaluar se autori që i ka përmbledh fetvat e Ibn Taymiyes i ka bën pika, apo jemi tek kaptina e Augustit, pika e 95. Thot Sheikhul Islam, domethënë mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes është detyrim gusli ditën e xuma për njeriu që ka djers, erë të keqe, me të cilin i mundon të tjerët. Domethënë ky pe ndërlidh me një shkak. Shkaku për të bërë i detyrueshëm është nëse njeriu ka djers, erë të keqe, me të cilin i mundon të tjerët. Një pjesë ulemave kanë thonë sa i përket xumos, namazit xumos, është sunnet mula, gusl me bo. Një pjesë tjetër kanë thonë është wajib. Domethënë është wajib, je me djers apo pa djers është obligim. Domethënë këtu ka khilaf mesin e dietarëve. Pika tjetër, jo besimtari nëse lahet dhe pastaj bëhet musliman, atëherë nuk duhet që ta përsëris larjen nëse mendon se është detyrim të lahet. Domethënë, nëse fillimisht lahet, pastaj bëhet musliman, apo nuk ka nevojë edhe njerë mu la. Është fjala nëse e shpreh shahadetin. Nuk pëlqejet të pika tjetër të përmendurit Allahut gjunub. Përjashtohet nga kjo menstruacionet. Më thonë, nëse i ka femra menstruacionet, lejohet me bot dhikr, lejohet me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala, bile disa një pjesë ulemave ka thonë që s'ka dhe ndales dhe me lexu Kur'an. Edhe pse hilaf shumë i madh është kjo mesele. Shumë i madh, se hadithet që kanë ardhur për punën e menstruacioneve dhe Kur'anit janë hadithe dobta, nuk janë hadithe të sakta. Ndërsa sa i përket gjunubit, normalisht nuk pëlqejet me u përmend Allahu kur është me gjunub, edhe kjo nuk pëlqejet, nuk po thot se është haram, apo nuk po thot se është haram. Nuk është sunnet që njeriu të lahet para se të hyjë në Mekke, as për Arafat, Muzdelife, as për të gjuajtur guralecet, e as në tavafin lamtumirës në Hax. Nëse lahet rastësisht, nuk ka problem, thot. Ndalohet, thot, ndenja me nejt në xhami për gjunubin, përveç nëse merr abdest. E dim vllazni që ka do thot ka mendime apo që në xhami realisht ka mendime sa i përket personit i cili është gjunub, që janë 3 verzione apo 3 mënyre që pejgamberi alayhis salam i ka praktiku. Masi që është bërë gjunub, ka pas raste që Muhamedi alayhis salam e ka la organin dhe ka marr abdest. Edhe ka flejt. Kur është çun mëngjes, ka marr gusl dhe ka fal namaz. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë, thot posa ka kryer marrëdhënie intime, është la tërësisht, dhe thot ka marr gusl, ka flejt dhe u kry puna. Kur është çun mëngjes, veç abdest ka marr dhe ka fal namazin. Pastaj e treta është nuk ka prekur ujë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka flet gjunub deri në mëngjes. Deri në mëngjes, pastaj është ngrit dhe thotë dhe është la dhe ka fal namaz. Tash deri në mëngjes, ai ka fal edhe namaz natë, apo mos të keq kuptohet se për Muhamedin alayhi salatu wassalam namazi i natës ka qenë namaz obligativ, që për ne nuk është obligativ. Po ashtu melekët nuk hyjnë në shtëpi ku ka gjunub përveç nëse merr abdest. Kjo është mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Bile subhanallah, na i kemi disa fetva të plakave vllazni, po themi të plakave, që subhanallah aq kanë qenë të rrepta që kjo është gabim, që nëse ka qenë gjunub dhe fëmia ka kajt, beba ka kajt, foshnja ka kajt dhe ka kërku qomsht, nuk i kanë dhënë qomsht duke qenë gjunub. Aq janë rrujt gjunublëkët, subhanallah. Përkundër asaj që nuk kanë pas një uri në këtë mesele, se lejohet me i dhonë duke qenë gjunub, lejohet me i dhonë fëmis qomsht. Pastaj thot, nëse gjunubi e bën niyetin që të marr edhe abdest gjatë larjes, atëherë ajo i mjafton, thot. Po ashtu, thot, është e papëlqyer, thot Sheikhul Islami, të lahesh në ujë apo banje i zhveshur tërësisht. Këtë e thonë shumica e teksteve nga Imam Ahmeti rahimahullahu taala. Ky është mendim. Apo mirë, po hadithe kemi të shumta ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë,
është larë zbashku me gruan e vet, apo? Dhe normalisht ka hadithe subhanallah tek sufijunët, kam dëgjuar kur kam qenë në Turqi, që thonë, kanë shpik hadithe subhanallah, thot shikimi i organit femëror, apo të bashkëshortës normalisht, jo dhe më thonë të grave të huaja, thot shkakton verbëri, subhanallah. Dhe me këtë hadith, apo, sufijunët e marrin këtë hadith, kinse është hadith, apo, dhe veprojnë me gjëra të tilla. Ndërsa dietarët tjerë kanë komentuar dhe me një hadith pejgamberit alayhis salam, ku vetë Muhamedi alayhis salam është larë me gruan e vet bashku dhe i ka thënë më lër duke i larë njëri tjetrin, apo, dhe nuk ka asnjë ndalesë. Pastaj thot abdesti merret më e pakta me 2 grusht ujë të bëra bashk, ndërsa gusli me 1 sa, e cila është e barabartë parafestërisht me 2.5 litra. Vallai vllazni, me 2 shishe merr shumë mirë merr gusëll. Me 2 shishe merr shumë mirë gusëll nëse nuk i vezvese. Po ashtu nuk është detyrim, thot, të marrësh gusëll me vetë lëvizjen e spermës në penis, por me daljen e tij për shkak të hadithit uji është prej ujit. Do të thotë të pastruarit është kur të shihet sperma jashtë. Domethënë nëse njeriu mendon apo për aktin intim dhe e vren që e ka në brendësi një lloj lëvizje të spermës, kjo nuk e bën që ti duhet do thot të marrësh gusëll. Nuk duhet të marrësh gusëll. Bile, edhe nëse del sipas dietarëve jo me vrull, po thjesht duke menduar, nëse del, kjo është medhi. Atë lahet vetëm organi dhe do thot merr abdes dhe nuk ke nevojë me marr gusëll, sepse ne i dim që ekzistojnë 3 lloje të lëngjeve që dalin nga organi, është medhi, uedi edhe meni. Meni është gjatë aktit seksual apo masturbimit që është haram, më thonë që del sperma me vrull, këtu e bën të obligueshëm guslin, ndërsa medhiu është kur njeriu mendon për aktin intim dhe i rjedh, apo jo në mënyrë të vrullshme, këtu e lan organin dhe merr abdes, dhe e treta është uedi i cili del gjatë urinimit, apo gjatë urinimit, e zakonisht del kur ka ftohje apo infeksione të ndryshme edhe del ajo dhe ti mendon se ke dal, domethënë mendon se ke ejakulu dhe duhet lahesh. Tash e kemi kaptinën e tejemumit. Tejemumi vllazni e dini, të gjithë ne që jemi besimtarë dhe që i kryjmë praktikat fetare, elhamdulillah e dim që tejemumi mirët me dhe në mos prezencë të ujit. Në mos prezencën e ujit mirët tejemumi. Lejohet thot të merret tejemum me dhe prej pjesëve të tokës. Ai i cili nuk ka ujë për të përdorur e ka detyrim të pranojë dhuratën me ujë. Gjithashtu e ka detyrim të blejë nëse ka mundësi t'ja paguaj. Përdesa obligimi nuk plotësohet vetëm se me një vepër, dhe e vepër është obligim. Normalisht nëse një mjet është sebeb për me e kry një obligim, edhe ai mjeti bëhet obligim pastaj. Sepse nuk mund ta kryesh ti, është rregull fiku, nuk mund ta kryesh ti një obligim që ta ka urdhëruar Allah përveç se me një mjet. Dhe që ky mjet tash bëhet prap obligim. Bëhet edhe mjeti obligim dhe dispozita që në fund është obligative. Bukur. Tejemumi është zëvendësim i pastërtisë me ujë në çdo veçori të saj. Pikërisht për këtë, atij që merr tejemum i takon të falet me tejemum në fillim të kohës, edhe nëse është bindur se në fund të kohës do ta gjejë ujin. Më thonë, lejohet me marr tejemum nëse mendon, për shembull, është ora 12 dhe është ora 1, po e zom dreka, hyn dreka dhe në ora 4:45 është ikindia. Dhe ti mendon që në ora 4 mund vjen ujë, atëherë merr tejemum në ora 1 dhe e fal drekën. Nuk ka asnjë problem në këtë gjë, edhe nëse i bindur thot je se në fund të kohës do ta gjej ujin. Atij lejohet të fal sa të doj farze, nafile, i lejohet të lexoj më gjatë, të përmend Allahun më shumë se sa që është e detyruar. Bukur. Tejemumi nuk prishet me kalimin e kohës së namazit. Nuk prishet. Nuk merret tejemum për shkak të papastërtisë në trup. Nëse 2 dobi vinë ndesh, veprohet më e madhja, duke mos vepruar dobin më të vogël.
Më thonë, nëse i ki dy dobi edhe bindesh njëna me tjetrën, atër shkon e merë veprohet më e madhja e dobishmja është fjala, apo ndërsa tek ndalesat shikohet ndaj dy ndalesave, ndalesën më të vogël e merr. Nëse gjunubi gdhin, do më thonë qohet mëngjes, në fund të kohës së namazit dhe friksohet nëse lahet dhe i del koha namazit, ati i është detyruar të pastrohet edhe nëse koha del. Edhe nëse koha del, ti do të më çu mu la. Pa marrë parasysh për shembull, e ki lindjen e diellit, po e zon tani tek ne është në ora 7 dhe je ngrit, je zgju prej gjumit në ora 6:55. 6:58 po e zon. Edhe tash ç'a më bo, a më marr abdest e më fal apo te imum më marr abdest? Çfarë do të merr abdest te guzull do të më marr. Mirë po te imumi është edhe në vend guslit, apo? Mirë po jo. Duhet mu la përderisa uji është prezent edhe nëse të kalon, do thot koha. Allah e di mas miri, kjo është mendimi i Sheikhut Islam Ibn Taymiyes. Nëse një gruaje i duket vështirë ta përsërisë pastrimin e trupit të saj në banjë të përgjithshme, shehu ka për qëllim hamamet vllazni, ndoshta nuk i dini, përpara në Perandorinë Osmane ka pas, më herët, ka pas hamame publike. Ka pas, dhe më thonë, kësi larje, banjo publike, subhanallah. I kanë bo këto hamame publike për njerëzit që udhtojnë. Edhe bon gjynyp gjatë rrugës, po e zom, e ka zonë gjumi gjatë udhtimit, është bo gjynyp, atër e ka po një hamam, ka shku dhe është la, subhanallah. Më thonë, nëse thot, i duket vështirë me përsërit pastrimin e trupit të saj në banjë të përgjithshme, sepse për fenat është problem hamame me shku, gjithashtu nuk mund të lahet në shtëpi, asaj lejohet të marrë tejemum, thot. Sepse rregulla thot, rastet e vështira sjellin lehtësim. Gjithashtu te shehu është rregull se çdo njeri që vepron atë që ka në dispozicion, me sa ka mundësi, ati shkruhet mundi i tij pikërisht për këtë, kështu falet në kohën e vet, siç është urdhëruar, ashtu siç ka mundësi, nuk duhet ta përsërisë atë. Po ashtu, tejemumi merret si vjen, pika 118. Thot, prek tokën me duart e tij. Pastaj prek fytyrën dhe duart me të. Argument është hadithi i vërtetë i Ammar ibn Yasirit, i plagosur i thotë nuk e ka patjetër radhitjen. Pra i lejohet të marrë tejemum për organin e plagosur, të cilët nuk mundet ta lagë pas marrjes së abdestit, madje ky është mendimi më i vërtetë në drejtimin e Ahmedit, kjo edhe madje është sunet. Pe dini rastin e atij sahabiut që vdiq kur ishte i plagosur dhe ishte bërë gjunëp dhe kërkoi fetva nga sahabet. Sahabet kërkoi fetva nga sahabet që të mirë të kishte ndonjë lehtësim për mos mu la, apo. Dhe ata nuk i dhanë fetva që lejohet dhe ai u la, nuk mor tejemum, po u la dhe vdiq nga plagët që i kishte. Pasi që ishte bërë gjunëp, u la dhe vdiq. I shkoi lajmi Muhamedit a.s. Dhe Muhamedi a.s. tha e vran, Allahu e vraft. Tha shrimi i ignorancës, tha është pyetja. Pse nuk pyeten, tha? Pse nuk pyeten? Subhanallah. Dhe më thonë, gjitha problemet ndodhin, apo shamëll në qabe, shkon njeriu në qabe. Edhe po shkon me një udhtim të jetës, vllai jam, po shkon me një udhtim të jetës në haxh, një herë në jetë po shkon. Edhe gjitha shkeljet i bën, pastaj në fund pyet. Po nuk shkon më vëlla kështu? Pyet para se mi bë shkeljet, a bën kjo? A s'bën? Sepse është problematike, mos mu të pranu haxhi, ç'a më bë pastaj? Gjato pare i ke boti. Ke bot duan natë ditë që Allah subhanahu wa taala më ta mundësu me shku në haxh, e nuk i pyet, i ki hoxhallart, i ki ulemat atje. Më thon, pse pyet në fund? Pyet në fillim, para se me shku, di çdo detaj që Allah më ta pranu. Alhamdulillah, dietar ka, alhamdulillah hoxhallar ka. Po ashtu, ndërprerja e abdestit me tejemum është bidat. Pikë tjetër, nuk është e pëlqyer të bartet dheu me veti që të merret tejemum, apo me bartash dheun me veti edhe për tejemum. Ndarja e gjymtyrëve të abdestit me tejemum është bidat.
Tejemumi e largon nga njeriu edhe gjunupllëkun dhe prishjen e abdestit. Domethënë, personi që nuk është prezent uji, qoftë gjynup që duhet mu la, qoftë vetëm që ka nevojë me marr abdest, tejemumi që të dyat i zëvendëson. Edhe gjunupllëkun edhe abdestin. Tejemumi e bën këtë gjë. Ky është mendimi thot i Ebu Hanifës rahmetullah alej dhe një nga transmetimet e Ahmetit, por e largon përkohësisht. Atij të cilët i është afruar kryerja nevojës dhe nuk ka ujë, duhet që ta bëj nevojën, pastaj të marrë tejemum, sepse namazi me tejemum i atij që ka kryer nevojën është më i mirë se namazi i atij që ka marrë abdest dhe nuk e ka kryer nevojën. Do me të thonë Sheikhul Islam Ibn Taymije që ti nëse ki zor me bo nevojën, edhe të shkon menja me bo nevojën, je në vështërsi, edhe po thunë s'kom ujë tash, se qëtë ujë që e kam, duhet me pastru organin, ose nevojën e madhe, nevojën e vogël, atër po falna. Sheikhul Islam Ibn Taymije thot, ma mirë thot, prishe, bënë nevojën, lajo me atë ujë, apo pastroju, edhe nëse nuk të kam bet ujë, ke dhe atër merë tejemum. Thot, që ke dyta me tejemum është ma e mirë se sa ajo kur je dhe më thonë në presion të urinës apo nevojës madhe. Kaptina e largimit të papastërtisë. Qeni është i papastër vllazni përveç qimeve të tij. Thot, ky është mendimi e Ebu Hanifës dhe transmetim nga Ahmeti. Lëkura dhe enet prej lëkure janë të pastërta te shumica e dietarëve, siç argumentojnë për këtë sunetet e vërteta dhe veprat e muslimanëve. Njeriu thot nuk bëhet i papastër me vdekjen e tij. Ky është mendimi i Ahmedit, Shafiut, mendimi më i vërtet i Imam Malikut rahimahullahu taala. Është një mesele subhanallahu me thebin Hanefi që nëse gruaja të vdes, atëherë prishet një çaj, kanë thonë. Ky me theb ka thonë prishet një çaj. Do të thonë, nuk lejohet ty ta prekësh më gruan. Njeriu po ashtu pa pastërtit, pastrohet me çdo send që pastron dhe largon atë. Për shembull me uthull, uflla është pastruese apo të ngjajshme me të. Ky është mendimi dhe transmetim nga Ahmeti dhe mendimi i Hanefive. Po ashtu, nëse diçka që i bëhet dëm me larjen bëhet e papastër, siç është letra, mëndafshi, mjafton vetëm të fshihet. Se normalisht nëse ti jep shumë ujë qet, e prish, e dëmton letrën, mëndafshin, atëherë me fshi mjafton. Nëse e fshin, i hiqet papastërtia asaj gjëje. Po ashtu, pastrohen trupat e lëmuar me shlyerje siç janë, shpata, pasqyrja. Ky është mendimi i Malikut, e Ebu Hanifës. Këpucet pastrohen me fshirjen e tyre në tokë, vllazni. Nëse një këpuc gjatë ecjes ka prekur për shembull gjëra të fllishta në tokë, atëherë çfarë? Fshirja e kësaj është vetë toka, sepse gjatë ecjes ajo pastrohet. Dheu apo çdo gjë që është në tokë është pastruese e gjërave të fllishta në këpucë. Rrobat e gjata të grave pastrohen nëse kalojnë mbi diçka të pastër, siç transmetohet nga Ahmeti. Sidomos subhanallahu në shkretin për shembull, ai zalli që është i pastër kur ec apo gruaja, gratë kur ecin e pastron, apo e pastron rrobën. Papastërtia pastrohet me ndrimin e cilësive të saj. Nëse pronari i alkoolit e mban alkoolin me qëllim, shiko tash, nëse pronari i alkoolit e mban alkoolin me qëllim që të shndrohet në ufull, nuk pastrohet dhe nuk lejohet. Por nëse shndrohet vetvetiu në ufull, atëherë lejohet dhe pastrohet. Një dobi po e cekim, ka uflla vllazni që nga fermentimi, për shembull, i një lloji të caktuar të frutave apo të pemëve, për shembull po e zom hurmat apo mollat apo ku e diune që bën ufulla që bëhet, nëse një person e merr këtë frut
dhe nëpërmjet fermentimit ajo shndrohet në alkool, dehse shndrohet, dhe nga dehja prap nëpërmjet mjeteve të ndryshme fermentuese shndrohet në ufull. Tash, kjo gjë a lejohet me e pi muslimani? Muslimani lejohet me e pi, por nuk lejohet me e bo këtë gjë. Sepse paraprakisht i po e bën pije dehse, dhe ti e merr haramin pse po e bën pijen dehse. Mirë, po jo muslimani, për shembull, ka duket aceto është në Itali, është një ufull, edhe me sa di Allah di mas miri që mas pari ajo gjatë fermentimit bëhet dehse, e pastaj bëhet jo dehse, i hiqet. Sikur puna e fermentimit vllazni është sikur puna e turshive. A keni vërejt për shembull nëse i merr trangujt, apo specat, apo ato patligjonat, domatet, i vendos me një kavanos edhe i lën verës, i qet diku jashtë ku e kap dielli për 2-3 ditë vin, që thënë të na vin. Pse se fermentimi bëhet më i shpejt. Dhe ky fermentim bëhet nëpërmjet mikrobeve. Mirë, po ato mikrobe për momentin nëse i hanti aty nuk bëjnë dëm. Mirë, po nëse te i kalohet kjo, nëse te i kalohet disa ditë, ata çfarë bëhen? Prishen, zbuten. Domethënë çdo gjë ka afatin e vet limitues. Dhe jo rastisht ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam që lëngu i hurmave, kur ta merr hurmën dhe e vendos me një vend, me një ku di unë, çam i thon, me një shishe apo përpara kanë qenë ka edhe sot ato shishet apo çka janë ato të dheut që i kanë bërë, dhe nëse vendoset aty mbi 3 ditë dhe lihet për jashtë, ajo bëhet dehse. Do është problem? Po tash janë frigoriferat vllazni. Nëse e merr e vendos në frigorifer, frigoriferi nuk e lejon sepse është ftoft, nuk e lejon, do thotë me u shndru nëpërmjet fermentimit në pije dehse. Pastaj thotë, zgjodhi mendimin se toka pastrohet me anë të diellit dhe të erës. Çfarë do të thonë këtu? Nëse kafshë të caktuara, deve të caktuara, lop apo ku e dione, apo kuaj, e bëjnë nevojën e madhe dhe i fliqin tokën, atër kjo tokë pastrohet nëpërmjet diellit dhe nëpërmjet erës. Për atë arsye bëhet e pastër, dhe siç ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, që më është bërë e pastër, apo më thonë toka për me fal namaz, përveç çka, përveç veceve, apo po ashtu thot rregulla është te shehu se çdo send kafshë që i hahet mishi, bajga dhe urina e saj janë të pastërta, e nëse jo, atër nuk janë të pastërta. Dhe më thonë, nëse i hahet mishi një kafshë të caktuar, atëherë ajo kafshë e ka urinën e pastër. Urinën e pastër. Mjafton stërpikja në papastërtin e medhijit. Më thonë, nëse një person në brekët e ti i paraqitet medhiju thamë që del pa vrull një lëng nga organi gjenital mashkullor dhe i bën të papastër rrobat, brekët. Atër lejohet çfarë? Nuk ki nevojë me la kret, po nëse e lan nuk ka problem. Lejohet me stërpik, apo me stërpik që me pastru qatë pjesë që ka rrjedhë lëngu nga organi gjenital. Për papastërtin e qelbit nuk ka argumentet, pra nuk duhet të pastrohet rrobat prej ti. Nuk duhet, është fjala për çështjen e namazit, çështjen që është papastërti kështu jo fizike, apo po flasim manevijat, dhe me thënë në aspektin e ibadeteve që a është negjis, a është i fliqt. Në qëtë kontekst po flasim, nuk është i fliqt. Po ashtu, po mirë, po kur ta shohim na që është gjaku apo qelbja apo ku e dione, na vetë ju kemi pastru ato apo. Brirët, kockat, kthetrat e të ngordhurës janë të pastra dhe çdo send i ngjajshëm me to. Nëse macja, vllazni, nëse maca thot e përpin miun, e han miun, dhe na i merr mendja se macës i është pastruar goja, e vrin që e ka fut brenda këtë në barkun e saj, nuk prish punë nëse ajo pi ujë nga ena që marim abdest.
sepse jargët e saj e pastrojnë gojën e saj. Këtë e ka vërtetuar edhe shkenca. A e ki po qysh lëpijet maca, subhanallah. Për atë arsye dhe macat janë të pastërta. Dhe jo qeni. Të kundërtën është me qenin. Dhe qeni nuk lejohet edhe fetarisht se i humb shpërblimet nëse qeni futet brenda në shtëpi. E fatkeqësisht, po e marrin traditat e jo muslimanët e shkret, duke i marrë qent dhe duke i vendosur bile edhe flejnë me qen ka femra të caktuara, ndërsa hadithet e kanë ndaluar për post nëse i nevojitet një personit, edhe normalisht jo në shtëpi, po e vendos diku ku i nevojitet, apo për gjueti apo gjëra të tilla. Dhe çfarë, siç kanë thonë edhe shkencëtarët, që jargët që i lëshon maca, kjo jarg është antimikrobiale. Dhe më thonë, kundër mikrobeve, kundër çdo gjëje që do thotë mund të shkaktojnë infekcion tek trupi apo tek qimet e macës. Po ashtu e kemi kaptinën e menstruacioneve. Është e ndaluar, thot të bëhet marrëdhënie në menstruacione. Këto krejt e dim, apo? Nëse bën marrëdhënie në organin gjenital, duhet të jap dëm shpërblim kefaret 1 dinar monedh or. 1 dinar. Nuk e di sa qindra euro është. Do më thonë 1 dinar. Mirë po, nëse në fillet e para, do më thonë në ditët e para realisht, të menstruacioneve bëhet marrëdhënia intime, duhet me dhonë si dëm shpërblim kefaret 1 dinar. Nëse në fund, sepse ki dyshime a i kryti menstruacionet apo nuk i kryti, atër është lehtësim gjys dinari duhet të japësh kefaret, dëm shpërblim. Sepse, më thonë, është gjuna tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse përsëritet gabimi dhe nuk kupton me dëm shpërblim, ndahen me zveti. Duhet mu nda. Nëse në vazhdimsi bëjnë marrëdhëniet gjatë menstruacioneve, atëherë ata duhet të ndahen, se s'po merr vesh personi. Subhanallah, ne jemi umet mesatar, ne marrëdhëniet intime apo nuk jemi sikur jehudët të cilët i kanë larguar nga shtrati krejt, i kanë larguar me një dhomë tjetër, i kanë heq nga dhoma. Ndërsa të krishterët çfarë kanë bërë? Edhe në marrëdhënie intime, në atë gjendje kanë bërë në menstruacione, në atë gjendje kanë bërë marrëdhënie intime. Ndërsa feja islame është ummet, është fe mesatare mes jehudëve dhe të krishterëve, që ka thonë ju kënaqeni me pjesët tjera të trupit, përpos normalisht duhet të vendoset diç brenda kërthinzës dhe brenda organeve gjenitale të femrës të mbulohen që mos të bëhet marrëdhënie kur është normale apo. Po ashtu, gjithashtu nëse bën marrëdhënie në vrimën anale ndahen. Kjo është homoseksualizëm i vogël, nuk lejo dhe është haram. Një ummet, subhanallah, në kohën e Lutit alayhi salam, Allah subhanahu wa taala atë popull e ka dënuar me goditje prej nalti, dhe më thonë e ka ngrit tokën lart, pastaj e ka kthyer mrapsht. Asnjë lloj dënimi meritojnë populli Luti, dhe më thonë dhe personat e tillë. Po ashtu gruas gjatë menstruacioneve i lejohet të bëj tavaf rreth Qabës nëse kët e ka patjetër dhe nuk duhet prer kurban për këtë. Ndërsa Ebu Hanife thotë se duhet prer kurban, gjithashtu edhe Ahmeti në transmetim, por nuk e bëjnë të patjetërsueshëm prerjen e kurbanit. Vllazni, edhe kjo meselë është e gjonë. Ka hadithe që nuk e lejon. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, thotë bën çfarë bën haxhiu përpos namazit dhe tavafit. Menstruacionet i ka thënë Aishës, i ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe këtu Sheikh Albani rahimahullahu taala thotë, një femër nëse ka menstruacione, është në Qabe, nuk lejohet me fal namaz një, edhe e dyta me bë tavafin. Gjëra tjera çfarë bën haxhiu? Bën dua. Çfarë bën haxhiu? Lexon Kur'an. Me këtë argument ka thonë që nuk lejohet, me këtë argument ka thonë Sheikh Albani që lejohet të lexohet Kur'ani edhe duke qenë me menstruacione. Përkundër asaj që Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka këtë mendim që lejohet në raste specifike. Flasim për shembull, po e lejon Sheikhul Islami sepse nuk i dihet subhanallah, nuk i dihet kur i vin, nuk i dihet. Shumica grave e din.
edhe po që jetë nuk e diti, me një aspekt i erdhën menstruacionet, dhe do në të bëj tavafin, me zi e ka prit haqin për me kry, dhe tavafi, subhanallahu, është kushti haqit, apo atëherë thot në kësi raste lejohet thot me menstruacione me bo. Lejohet me menstruacione me bo. Gruaja në menstruacione lejohet të lexoj Kur'an, ndërsa gjynybi thot jo. Ky është mendimi i Malikut dhe transmetim nga Ahmeti, ndërsa Shekh Albani rahimahullahu taala përveç me menstruacione thot nuk ka ndalesë, nuk ka ndalesë specifike me hadith që ndalohet leximi i Kuranit edhe duke qenë gjynyb. Diçka tjetër është, sa është etike, sa është e sjellshme, sa është këtë tjetër diçka. Po flasim për haramin. A merr gjuna nëse citon ajete kuranore, nëse lexon. Këtu është problemi. Nëse friksohet se e haron Kur'anin, është detyrim të lexoj. Kur ti ndërpritet gjaku i menstruacioneve, burrit të saj nuk i lejohet të bëjë marrëdhënie derisa të pastrohet me ujë. Nëse ka mundësi, përndryshe merr temëm. Ky është mendimi i Ahmedit dhe Shafiut. Po ashtu cikli menstrual më i shkurtër apo më i gjatë nuk caktohet me ditë. Por sipas traditës së gruas, edhe nëse është më pak se një ditë apo është më shumë se 15 apo 17 ditë. Harrova me potencu vllazni, sa i përket tavafit, sa i përket haxhit apo gratë, sepse ka plot gra që në atë kohë ku duhet t'i bëj ato rritet, ato kushtet e haxhit t'i bëj, ditët i din që kur i kanë menstruacionet. Atë në kësi raste, disa prej ulemat e kanë lejuar që me marrë edhe disa pilule apo tableta që i shtyn menstruacionet. Dhe kjo nuk ka ndalesë me lejen e Allahut subhanehu ve taala. Cikli menstrual më i shkurt apo më i gjatë nuk caktohet me ditë, e tham, kjo shikohet sipas traditës së gruas. Gjithashtu, cikli menstrual nuk ka kufi për moshën e gruas se sa duhet të jetë më e pakta apo më e shumta. Po më tregon një vëlla, bashkë biseduam, apo edhe më thiri, tha qika nuk është tu falë, tha që 2 muaj. Pse nuk është tu falë që 2 muaj? Sepse tha po ka menstruacione. Nuk ka mundësi me pas menstruacione 2 muaj. Kjo është çrregullim jashtë gjakut menstrual. Se cila grua vllazni e din gjakun menstrual. Gjaku menstrual është gjak më i rënd, e ka një erë më të theksuar, në krahasim me mustahada që është gjakderdhje. Gjakderdhja është si një lloj plagë, për shembull nëse ti ke plagë në trup, a do thotë që ta lësh namazin? Jo. Ky gjakderdhje në trup nëse nuk bëhet, po bëhet ku? Po bëhet me një organ gjenital dhe jo domosdoshmërisht është menstruacion. Atëherë, kthehesh në bazë, e din secila grua apo secila çik e pamartuar e din sa ditë i ka menstruacionet. E din çdo muaj unë i kam 5 ditë apo 6 ditë. Edhe në bazë të kësaj vepron. Pas kësaj pastaj që ka gjakderdhje, atëherë ja lën, domethënë çrregullimit. Ja lën çrregullimit dhe vazhdon namazin edhe pse ka gjakderdhje nga organi gjenital. Po ashtu e llogarit vetveten prej ditës që sheh gjakun, përveç nëse është mustahada. Mustahada, thamë, rrjedhja e gjakut jashtë ciklit menstrual. Lehonia më e shkurtër, lehoni vllazni tek ne i thojnë llahusa, që i kanë thonë, apo lehonia është pasi që lind, do thot gruaja, atë që kjo periudhë 40 ditore është, nuk lejohet me pas marrëdhënie dhe është periudhë e lehonisë. Thot më e shkurtër nuk ka kufi, e as ajo më e gjata edhe nëse është më tepër se 40, 60 apo 70. Po ashtu kemi kaptinën e namazit. Kaptina e namazit po e lojmë për javën tjetër më mirë, se o bot 34 minuta, mos të teprohet. Inshallah. Kështu që kaptinën e namazit, pastaj i kemi kaptina kohëve të namazit, kaptina e ezanit, kaptina mbi mbulimin e pjesëve të turpshme, e largimit papastërtisë nga trupi, dhe më thonë janë çështje të namazit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndaj pyetje, do të përgjigjemi inshallah taala ato që na ka lehtësuar Allahu azza wa jall.